Ngjyrat luajnë një rol të jashtëzakonshëm të spikatur në jetën tonë. Ato ndikojnë në mendimet tona, frymëzojnë vendimarrjen tonë dhe ndikojnë në gjendjen shpirtërore. Në varësi të interpretimeve tona, ato mund të përdoren si për të mirën ashtu edhe për të keqen. Për fat të mirë, ne kemi fuqinë të mirëpresim disa ngjyra dhe të shmangim të tjerat. Le të bëjmë një udhëtim në universin emocionues të kuptimit të ngjyrave. Ngjyra gri. Ngjyra e kompromisit dhe kontrollit. Gri është neutral, konservator dhe emocional. Ngjyra e qëndrueshme, ka një prani paqësore, relaksuese dhe qetësuese. Gri shmang vëmendjen, por ofron këshilla të pjekura, të zgjuara për çdo që pyet. Ngjyra e jeshile. Ngjyra e harmonisë dhe shëndetit. E gjelbra është një ngjyrë bujare, relaksuese, që gjallëron trupin dhe mendjen tonë. Balancon emocionet tona dhe na lë të ndihemi të sigurt. Kjo gjithashtu na jep shpresë dhe premtimet për rritjen e prosperitetit dhe na siguron pak fat për të na ndihmuar gjatë rrugës. Ngjyra kafe. Ngjyra e qëndrueshmërisë dhe besnikërisë. Kafja është i besueshëm dhe ngushëllues, një këshilltar dhe mik i shkëlqyer plot mençuri. Ju mund të mbështeteni në ndihmën e tij nëse keni nevojë për një mik të shëndetshëm, të ndershëm. Na stabilizon, na ndihmon të qëndrojmë të mbështetur dhe na frymëzon të vlerësojmë gjërat e thjeshta në jetë. Ngjyra portokalli. Ngjyra e entuziazmi dhe emocionit. Portokallia nxjerr ngrohtësi, gëzim dhe konsiderohet si një ngjyrë argëtuese që siguron forcë emocionale. Ngjyra optimiste shton spontanitetin dhe pozitivitetin në jetë dhe inkurajon komunikimin dhe kreativitetin shoqëror. Është një ngjyrë rinore dhe energjike. Ngjyra roz. Ngjyra e dashurisë dhe dëmshurisë. Na bën të ndihemi të pranuar. Fryma e saj miqësore dhe e gjallë na shqetëson dhe na ushqen, duke sjellë gëzim dhe ngrohtësi në jetën tonë. Roza është gjithashtu një ngjyrë femërore, intuitive, që po shpërthen nga një romancë e pastër. Bluja. Bluja është ngjyra e detit, e qiellit, e qetësisë, e butësisë dhe gëzimit për jetën. Ajo përfaqëson lidhje dhe gjithçka që na rrethon për të ndier të qëndrueshëm, të sigurt, të çliruar nga çfarëdo lloj tensioni. Përfaqëson bashkimin, besnikërinë, meditimin dhe thellësinë e një ndjenje. Ai që pëlqen blun ka një karakter të butë, romantik, dashuron natyrën, fëmijët dhe kafshët. Duke vëzhguar për një kohë të gjatë ngjyrën blu, lind një ndjenjë qetësie, kënaqësie dhe sigurie. Për kinezët, ajo tregon pavdekësi. E kuqja. E kuqja është ngjyra e lëberit që fëmijët fillojnë të njohin parën. Është ngjyra e lëvizjes dhe aktivitetit, ngjyra e gjakut, shpërthimeve energjike. E kuqja është simbolizimi i zemrës, i dashurisë, i pasionit, i sensualitetit dhe krenarisë. Kush pëlqen të kuqen është optimist, i vendosur, impulsiv, entuziast, luftarak, i hapur dhe pasionant. Është vërtetuar se nëse ekspozohemi ndaj të kuqes, shtohen të rrahurat e zemrës dhe stimulohet prodhimi i adrenalinës. E verdha. E verdha është ngjyra më e ndritshme e spektrit. Është ngjyra e diellit, e arit, e gëzimit, e lumturisë dhe fantazisë. Përfaqëson optimizëm, inteligjencë dhe urtësi. Ashtu si e kuqja, ajo rrit presionin arterial. Shton të rrahurat e zemrës dhe ritmin e frymarrjes. Presupozon një aktivitet jo të sigurt ku mungon koherenca. Kjo ngjyrë stimulon anën e majtë të trurit, duke ndihmuar në të menduarit i qartë dhe vendimarrjen e shpejtë. Dobësia e së verdhës është se ajo mund të nxjisë ankth dhe të shkaktojë që njeriu të jetë tepër kritik. Ngjyra e zezë. Ngjyra e fuqisë dhe sofistikimit. E zeza është një ngjyrë tepër e fortë dhe frikësuese që nxjerr autoritet dhe na bën të ndihemi të sigurt dhe të mbrojtur. Kjo mrekulli misterioze zgjon dhe josh shqisat tona me elegancën e saj.